Ja. Masë është e fundit. Vansa, ti jeni? Jem njërësita, të merë. Ska e se qirosh. Ska gjë. Të thush ti pse mu qiru ka i shpesh. Hajtë mu, që me bo? Në ka rënë të shi. S'kena që me Ka bo. bërë shumë mirë, Po pra tanëve. është akull këtu, akull. Bravo, Agaj. I më bënd, kishe hypi se gëllti i shparët, kishe done këtë nesë, thash, Ua, e di si kam këmbëtun, akull. Na, hulle. Ke komt. Ndjen ngrohtësinë e kësaj. Jo, më s'ka gjë, vazhdo. Po e ke edhe poshtë, hulli, po lojë më poshtë mëse vetë. Se në rashë shirë për zotin. Ja, hapim këtë. Atë një është një sërajme. Kujt? A jo t'ja? Okej, jo. Okej, masi jena këtë po filloj dhone. Momenti më i bukur. Po prit. 3 momente. Lutë një moment bukur shumë. Se vdiqëm. Të ty kene shpresa, Të ty kene shpresa. Te unë gjithë janë për pozitivitet. E ke, bet. Ta o zamen. Mirë. Ka kam janë njësë në kojtë dhe. Ja, prit. Do na bëre këtë me qaj tani. Ja, prit. Ska gjë. Momenti jam maj bukur. Fillan klut në tashmus. Filloj e dhone. Ja o zamen kejtve. Momenti jam maj bukur. Fillan që unë jam bleje në Podujev. Besjan, pat këtë që sot quhet Podujev, në familjen Ajvazi, emrin e kom Bujar Ajvazi, dhe atje kom kry shkollën fillore, do më kom fillu shkollën fillore pasi që jena këthy nga Gjermania, dhe ju mirë të njëtën me futbol. Ka në ndraja me parë. Futbolli, kom qenë një ndër lejtartë ma të shpejt edhe ma të mirë që më kanë vlerësu. Po me futbollin, pas një lëndimi që e pata e kom thy kamën, e kom këtë kamën e majtë thyme. Dollën do sene, do shtu, edhe mu dasht me lanë, po e mira kësaj, që masi e lash futbolin, në nësarë kum bo futbol edhe ushtrimet futbolit, kum gju muzikë. Edhe sa më ka në Gjermani, kum pas gju muzikë, ka në koha e një tipit me maskë si do, edhe unë paka shumë sigresa. E pas që me futbolin s'po ecë, faktikisht kalu valla pak modeling e sene, po ato e kum pas kështu ma për qefi që shtojnë, sa kum pas pasion si futbolin edhe muzikën këtë rast. Masi se eci, fillova DJ me shkollën, një mramjet maturës, u bona nervazat, po kush ka me konë, thash, DJ me i forcone këtu, thash, sa muzikën e kom guën, thash, pre ti marrë do kong laptop, u inspirova, ja nisa njerë me shuqnin te, me klasën te, sa mire ka mojt, nejen, për edhe tani masi që e lash futbolin e sene, mora një hap me shku në venin ku t'jepet mundësia, se po du jep Besjan, nuk t'u jep ke mundësia me konë DJ, baba jam që i ke papuqe, dhe këtë farë DJ e ma gjajë të thonë edhe i lezë, me kam i shko bënë djali hajritet, bënë djali mirë. Dhe unë e kisha besimin që shkojsha në klabat Prishtinës ka pak që shtu me modeling e sene, tu njoft e sene. Edhe po isha DJ-a të isha, pas ka dhe DJ-a që po merë kanë lek padhon shumë asaj edhe një moment shkoj të një klab që pa qujt Bab Klab, aty ka pas punu një artist Babuka. është dromisti maj forti kështu. Shkoj Babukës ja bëj, sa më pa i kem jo tavolinë me naj femën, jo kështu i ria, vedin që fli.
Ka bona babuk. Të vina ina të qoj muzikë, bebe, që tash ta provoj, thash, sot. Babuka ka pos një stil vishti ullë kësë syza, shumë haluq. Babuka. Mund është me orë me ngunja javë, një senë, në diçka. Tha për me këqyrë, tha qa mund është me bëhe sene. Dhe është mirë, thash po vinja javë, qështu rresh, po në gaje, sene, në është adhon pësona, shkojsha unë, se unë dilësha jetë nato, se kisha qef për muzikës, edhe thësha të kap na dikun, lapjan, u dashke më kap dikun, i ri, s'kisha ma futbolin e hupa, thash, filloj me DJ, edhe ma bën babuka një moment, mas një javë, që dhe hajt, mund është me orë një tejtë, një ditë ma normale, jo të premë të qëtune, kështu. Tha, mund është me ardhonet një maj ka pak e këshyr, apo, qëfar qmimi ki, tha, sa ki minuti? Edhe atë ko jenë konë senet, mu së thëmë, 100 euro i asoj kove, jenë konë 300 euro të sodit. Edhe nja bëj babu, sa se kime orë gjdo natë, tha, me lëshu, tha, po, na i kemë do regula, apo po ngoj ty, tha, sot a mermen. Tha, mune 100 euro babukës. Dhe bike për 700 euro, për një muj, bike goti 2000 euro, a vedin? Ma bën babuka, sa the, 100 euro? Tha, me konë kështë, thët, une, tha, pelo menagjerin, tha, po bona DJ, tha, mund është me mora të pijen, tha, ekipe i meje, tha, dhe vazhdo, tha, vazhdo, tha, ma i ki fëllovin babuka. E njek babuke në në tënë natën, su dërzojsha, se thësha, do të mu kap diko në vla, se në Prishtinë su njetojnë e ma, apedin, se isha se, shkolla, apedin, si qdo qënë, tim pak, po, si isha për qatë punë, vla, për shkollën, shumë, edhe pse më kom fakultet filozofik Prishtinës. Po, filozofik, pedagogjie përgjithshme. Edhe, ma i ki fëllovin babuka, njek babuka, nëne, më falje, qa mi thone, u ben babuka, po, hajt, okej, thëm, qëfar du shmimit ti? Ne kemë qështë, 300 euro në mujt, thët, du të me orë qëtë natë, mu mësu se ti si e kërkas, se dina si sene, si... Edhe, ku mu ka onë qaj moment, thash, hop e kopa pak të një rogë, me 300 euro në atë kohë në Prishtinë jetojshe, e kryshe qiron, Jam Prishtinë, se kjo është nga transformimi, nga Gjermania në Podujev, nga Podujeva në Prishtinë, krye qytet. Edhe, thot babuka, u bendi kur, hajde. Edhe atë mësova qysh me shumë muzikë për publikun, ma ka lëllë shpirtin, disa herë, më do kërqek, jam të e kallë, po isha duhet në altë e kejtë, vish bike ta bëjke babuka apet mi ullë kësyzat. Sen s'ki bo. Që atyja e kësha pëllovin a ma shumë vetës. Edhe mas nej pe ati venit, kum njëftu Gens për Lvuka, jetë në Engjujt, kum njëftu kriketin, kum njësë në për studio, mas nej kum njëftu Kicon, bile bashkë me DJ Daxin, i nakon një grupë, Burrin e Angjelit, që e për shëndes edhe ata, edhe kina posa na vështërësit, sa për me hinë në atë sistemin, tani pe atyne, ka dollë Kico, që më ka një mu shumë Kico, Music me Torqin, kanë qenë bashkë ndër producentat ma të fort bashkë me kriketin që ka Shqiptaria. Nejse e kështu evoloj. Mas nej, një moment me Majkin edhe Onatin, se na ishëm grup Baba Stars. Po, edhe kina pasar shpesh në Tiranë me bo muzike sene dhe na bike ka njerë 2 evente. Po në arane i ka dërmia. Një ditën, një natën. Edhe sa ka kish pas dhez
Mojki me kongën si jena mo edhe mu teke në natin një ditë studio të krikit. Jo, ti dush me arë me njëve, se i qartë, i pozitiv. Hajde, se unë shkojsha vetë, a bedit? Hajde më po vije, u knoqa. Mas nej, mas gjitha asoj kuë, erdhëm këtu qatë eventin me 2 eventin, një ditën, një natën. E krytëm ato ditës, thamë, na, qëtash po pushojmë pak, po dalëm na pak në plash. Ku shkojmë plash, po menojmë plash. Shkojmë ato të deti full, një festival, një kështu edhe kush s'nel që i ke venin. Vejnëm pak sikletun e mojke o noti se e bënëm një troemën, mojke me o notin pak ma shumë, se sa vezëm pak, apo bob. Nga këshushin gjinja veç, që këta s'kanë ku mu ujë, qëfar VIP këta, kësëri baba starë, thot. Edhe pap, na qoj zoti një shoqe, cilën e kish njëftu një shoki unë i grupit, që s'po du me i asaj privatësis kërkujna. Edhe ajo shoqja, kur na del, vop, kom unë një qadër për ju, thot. Edhe thot, hajde një të qadra jam, kur shkaj atë për herë të parë, masi që kalova gjithë të sene, që shta visi Greca ma heret, Soni, Fama, jo ka djallësime, jo ka droga, jo ka qefe me femra tjera, isha komplet i lasdrum, kështu me femna, me atjetën e natës. Qatë moment, qatë qadër, hop, e shë Eni Hasa, që sot është gruaja jam, edhe i kam 3 fëmijë me ta. Ta ka qitë qodrën, jemi. Se unë qata e kam me që... Se qatë e ki qodrën. Edhe në qatë moment, për herë të parë, s'di dy qysh ma qëj zotit, sikur e ndjesha që për herë të parë pe du dikon. Edhe kur pe që ati momenti, si kom da asën e asaj. Edhe ka momenti, vaj bukur. Ta më zemrën. I dua falë. Kur heq, pe që ati momenti, falë. Ju dua. Zëj një familje, Eni është nga Qerreti, që është zona e molit të robit Kavajës, edhe quhet... Ne i kena lagjit, ama? A non pak so kolla shtash. E bëlle pak se për buja ka shumë. E di. Eni Se jo soni në është qodra. Qerreti quhet pak a shumë si zona e shqiptarëve të Kosovës, edhe babën e ka Venali, quhen Hasa mbi emrin, edhe nanën e ka të Kosovës. Kështu si Lapjank, se aty ka, në Qerret ka Krasniq, ka Shala, që është nana Shala, janë pe Kosovës, bashkë Podujevës. Edhe më qëlloj vjera e Kosovës, edhe tani diqysh ja plotësova dhe nanës tem e babës tem, një sen që edhe unë s'jam qaq rrugaq, edhe unë di me ka një mirë, edhe kjo ka në momenti maj bukur jetës tem. Paloma. Valla që tash merë Paloma e janë. Për këtë sen. E më këtë se. Ka njëjt vetën. Mere bruski. Ashtu. Për gjys. O, zë tham sober. Vajza jam quhet Elodia i Vazi, ja kom lanë unë e emrin, Diori, ja kom lanë emrin pe këngëtarit Pop Smoke, i cili ka vdek, se momentin edhe aj ma të mirin të karjerës të vetë, i dyqysh si kur jam sheli ketë gojen
do lafa pse ti je I ri, qa kini bo, ti je I bukur, e kësi ase. Dulaj në videoklipin e tina që e ka Welcome to the Party, dul me qikën në vetë, dhe thash, ue, edhe ka një kongë Dior, edhe tani ja kum lidh pak ma njëjtë është t'ja kthej pak mrapsht, t'ja leo Rio Casa de Papel ishtë qatë ko, Pop Smoky edhe Casa de Papel, më ka pëlqyja I Rio se shumë luftarak, që ashtu e kam edhe djemt. Edhe kështu, qa që t'ishta me për momentin ma të mirë. Momentin ma I fështirë për neve si familje u konës. Familja jam, që shu thash vjen nga Besiona, kam bjemrin ai vazi. Dhe ata kanë kontribu, ata kanë mujt për luftën, që ka qenë zavendës komandant Izair Pajazitit, Miftar ai vazi. Edhe baba jam, Raif Ajvazi, Miradia Ajvazi, nona jam e kanë marrë një hap si banisa që tha ma herët të emigrimit e për pos se unë I kom 5 hala edhe 3 me babën tem janë 2 migjallarë dhe baba jam. Edhe ata kanë marrë një hap me dalë Gjermani, ilegal, si gjithë shqiptarët, në për male, unë më konë 8 muj, kur kanë ikë në malë, edhe kanë marrë qatë vendim për këtë familjes vetë, që kanë posë shumë vështirësi. Unë kom qenë 8 muj, natë 2 kom lindë, kështu që I bjenë natë 2, natë 3. Edhe mas nej, kanë shku në Gjermani për qëllimin minimu këtë familjes tonë. Edhe prindrëve të mamës tem, dojve të mi edhe këtyne. Edhe mas nej, gjatë vitit 99, neve në kohën e luftës, Gjermant, se thëmë edhe këtë, atë senin që jetë too much Germanized, që shka thonë dhe s'po du me përmen, Gjermant u kalëzun pak të ftoftë me neve emigrantat shqiptarë, se na shifshin kështu, edhe thanë gjatë kohës luftës mu këthy për Kosovë. Po, dhe baba jam gjithmonë e ka posë qëllimin mu këthy, edhe me mojtë familjen, ata 8 antarë me gjyshin tem. Edhe s'ka dosht kur me I bo letrat për qatë sen, s'ja ka një kur heq për letrat e Gjermanit ati. Veç ka dosht minimu, edhe qatë moment ka thonë po iku në Belgjik, se kam dikan në Antwerpen më duket. Edhe kena ik me një kamp ku e kam plot shqiptar aty. Edhe kena nejt aty do muj. Lufta vazhdoj në Kosovë, ata qatë sa kishin mundësi edhe baba jam, nona jam, I ka një mu tu I qu familjes non-stop, si gjithë shqiptartë, kush u kanë. Atëherë u kanë ajo koha, një veti ka mojt kejt, tonë për një për kejt, se kush e ka zemën që ashtu ka me. Shkum në VPN, u këthym prap në Gjermani, pështum atje, edhe kur u këthym prap, dikun ka 2001-2002, u qetsu edhe pak lufta atje, po I la shumë njerëzit me pasoja. Gjermant na u futën me forcë speciale, kështu, kum përjetu si fëmi me të fut policia, kështu, sikur ti ke vra dikën, ose ke bo dikën, edhe na kanë hyp në aeroplan direkt, sepse baba jam si ka njek regullat e tyne për shkoqe për me po dhaj babën e vetë, e nonën e vetë prap, se për qatë qëllim u nisë. Edhe u këthym Kosovë. Mua jam një bujar, ma ka lotë gjyshi jem, se ku po kur, edhe ma ka vrasë sërpt. Me plomë në balë. Se burrat që janë burra,
nuk prekum fëmi, gra edhe plesh. Plaku atë sa ka të shkrujt me ka me vdek. Po serbët nuk janë burra, as kur s'kan me kanë. Se lufta fituhet burra me burra. Vroj ata që janë burra. Se familjen tem kallzova që kena burra, që na kanë përfaqësu. Edhe ai ma ka lënë emrin gjyshe ka pas jetu tani me neve. Masi që erdhëm, se edhe baba dhe i ke mu njëftu, ose me kalu ko hala ma shumë edhe na me ta, e me kuptu, ka qenë e vjetër shumë, a e bkada shumë, bashkë me gjyshin tem që ma hala në emri Bujar. Edhe u këthym të ma thonë, edhe që shta dhe visi, u këthym pepo ato, edhe ma bëjke gjysha gjithë. Kur të pëjke, se na i kina që kaseta, se qa po bëja, i ka doshtë më po, tha, sa të pëjke, tha, në televizor, tha, kapke televizorit, tha. E ka posë 100 vete, bashkë me të e ka mëra. Kur se kum njëftu gjyshin e shpis tem, ju më rrit me gjyshin e dojve, që nga kam brojt, edhe kur s'kina pos, edhe kur kina pos, edhe këto pasuja në i kalon. Lufta, po nga ka bo ma të fort, edhe besoj që i kam një mesazh për këtë burrat e shqiptaris, e tropu